Në këtë moment, ndërsa dëgjoni këto fjalë, trupi juaj po përjeton diçka që shkenca nuk e kupton plotësisht. Retina juaj, ajo shtresë qelizash nervore në fund të syrit tuaj, po bombardohet nga rreth 100 milion fotone në çdo sekond. Por këtu është çudia. Shumica dërmuese e këtyre fotoneve nuk vijnë nga dielli, as nga lampat artificiale. Ato vijnë nga errësira vet, nga hapësira e zezë midis ujeve. Dhe kjo errësirë, kjo mungesë e dukshme e dritës, është në të vërtet dokumenti më i rëndësishëm historik që njerëzimi ka pasur ndonjëherë. Është prova që universi pati një fillim, që koha vet lindi, që gjithçka që ekziston doli nga një moment i vetëm, i përqendruar, i paimagjinueshëm. Por për 3 shekuj, kjo errësirë ishte një mister që shkatërroi fizikën. Në vitin 1823, një mjek gjerman me emrin Heinrich Wilhelm Olbers u zgjua në mes të natës në shtëpinë e tij në Bremen. Ai doli në balkon. Qielli ishte i ktjellët, pa re, pa hën, vetëm errësirë thellë e shpuar me pika drite. Dhe atëherë, duke parë atë pamje që njerëzit e kishin parë për mijëra vite, Olbers kuptoi diçka tmerruese. Diçka që do ta shndërronte errësirën nga një fakt i zakonshëm në paradoksin më shkatërrues të shkencës. Ai bëri një pyetje të thjeshtë. Pse qielli i natës është i zi? Në shikim të parë, kjo tingëllon si pyetja më e kotë që një shkencëtar mund të bëjë. Qielli është i zi sepse tuelli ka perënduar, sepse nuk ka dritë, sepse jemi në errësirë. Por Olbers e dinte diçka që e bënte këtë përgjigje absurde. Ai e dinte që në univers ka yje. Miliarda yje. Triliona yje. Dhe nëse universi është vërtet i pafundëm në hapësirë dhe kohë, siç besonin të gjithë fizikanët e asaj kohe, atëherë matematika jep një përfundim të tmerrshëm. Qielli i natës duhet të djegë si sipërfaqja e tuellit, 24 orë në ditë, 7 ditë në javë, përgjithmonë. Le të kuptojmë pse kjo nuk është thjesht një spekulim filozofik, por një katastrofë matematikore. Imagjinoni që qëndroni në mes të një pilli të pafundëm. Pem kudo. Nëse pilli është vërtet i pafundëm, çfarë do të shihni kur shikoni në çdo drejtim? Pavarësisht se ku drejtoni shikimin, vija juaj e shikimit do të përfundojë në një trung peme. Nuk do të ketë hapësirë bosh. Asnjë vrim midis pembe. Sepse në një pil të pafundëm, çdo rreze, shikimi përfundimisht godet një pemë. Tani zvendçoni pemët me yje. Nëse universi është i pafundëm dhe i mbushur me yje të shpërndara në mënyrë të barabartë, atëherë çdo pikë në qiellin e natës, çdo milimetër katror të vogël të errësirës duhet të përfundojë në sipërfaqen e një ylli. Mund të jetë një yll i largët, miliarda vite drite larg, por në një univers të pafundëm, ai yll ekziston. Dhe drita e tij, edhe pse e dobësuar nga distanca, duhet të arrijë tek ne. Dhe kur mbledhni dritën nga të gjithë këta yje, nga të gjitha drejtimet, nga të gjitha distancat, matematika është e pashmangshme. Qielli duhet të jetë një mur i vazhdueshëm drite. Jo thjesht i ndritshëm, por i nqehtë sa sipërfaqja e diellit, rreth 5500 gradë Celsius. Mjaft i nqehtë për të shkrirë çdo element kimik, mjaft i ndritshëm për të verbuar çdo sy, mjaft intensiv për të bërë jetën absolutisht të pamundur. Por kur Olbers doli në balkonin e tij atë natë të vitit 1823, ai pa errësirë, errësirë të thellë, errësirë të qetë, errësirë që nuk duhej të ekzistonte. Kjo është ajo që ne e quajmë paradoksi i Olbers, dhe për 150 vjet ai shkatërroi çdo përpjekje për të kuptuar natyrën e universit. Sepse kishte vetëm 3 zgjidhje të mundshme, dhe të trija dukeshin të çmendura. Zgjidhja e parë, universi nuk është i pafundëm. Ka një skaj, një kufi, një mur në fund të hapësirës përtej të cilit nuk ka asgjë. Por kjo ishte e papranueshme për fizikanët e shekullit të 19. Çfarë do të thotë asgjë? Çfarë ka përtej murit? Dhe nëse universi ka një skaj, çfarë e mban atë nga zgjerimi? Çfarë e ndalon nga shembulja?
Zgjidhja e dytë. Yjet nuk janë të shpërndarë në mënyrë të barabartë. Ndoshta ka rajone të mëdha bosh, oceane, hapësire pa yje, por vëzhgjimet astronomike nuk tregonin asgjë të tillë. Sa më thellë shikonin teleskopët, aq më shumë galaktika gjenin. Dëndësia e yjeve dukej e qëndrueshme. Nuk kishte vrima të mëdha që mund të shpjegonin errësirën. Zgjidhja e tretë. Diçka po bllokon dritën. Ndoshta ka arre pluhuri kozmik midis yjeve që thithin fotonët përpara se ata të arrijnë tek ne. Kjo dukej premtuese, derisa dikush bëri llogarit. Nëse pluhuri thith dritë, ai nxehet, dhe nëse ai nxehet, ai vetë fillon të rrezatojë. Në një univers të pafundëm, pluhuri do të nxehej derisa të arrinte të njëjtën temperaturë me yjet, dhe atëherë ai vetë do të bëhej një mur drite. Problemi nuk zgjidhet, thjesht zhvendoset. Për 150 vjet, paradoksi i Olbers qëndroi si një gur varri mbi kozmologjinë. Çdo teori e re përplasej me të. Çdo model i universit duhej të shpjegonte pse qielli i natës nuk na djeg. Dhe askush nuk kishte një përgjigje që funksiononte. Derisa, në fillim të shekullit të 20, një grup shkencëtarësh filluan të kuptojnë diçka radikal. Diçka që do të ndryshonte jo vetëm kozmologjinë, por vetë kuptimin ton të kohës, hapësirës dhe ekzistencës. Gabimi nuk ishte në matematikë. Matematika e Olbers ishte e përsosur. Gabimi ishte në supozime. Në ato premisa të fshehura që çdo fizikan i shekullit të 19 i merrte si të mirëqena. Dhe kur këto supozime u sfiduan, e gjithë realiteti filloi të duket ndryshe. Në vitin 1987, një astronom amerikan me emrin Vesto Slipher po punonte në observatorin Lowell në Arizona. Ai po studionte galaktikat e largta, ato spirale të mjegullta drite që teleskopët sapo kishin filluar të zgjidhnin. Dhe ai po bënte diçka që askush nuk e kishte bërë më parë. Ai po matej spektrin e dritës së tyre, ngjyrat specifike që ato emetonin. Ajo që Slipher zbuloi ishte e çuditshme. Pothuajse të gjitha galaktikat tregonin një zhvendosje të kuqe. Drita e tyre ishte zhvendosur drejt pjesës së kuqe të spektrit. Dhe në fizik, kjo do të thotë vetëm një gjë: lëvizje. Kur një burim drite largohet nga ju, valet e dritës zgjaten, frekuenca ulet, ngjyra zhvendoset drejt të kuqes. Kjo quhet efekti Doppler dhe është e njëjta arsye pse një ambulancë tinglon ndryshe kur po largohet nga ju. Por këtu ishte çudia. Pothuajse të gjitha galaktikat po largoheshin, jo vetëm disa, jo gjysma, por shumica dërmuese. Dhe sa më larg ishte një galaktik, aq më shpejt po largohej. Në vitin 1929, një astronom tjetër amerikan, Edwin Hubble, mori këto të dhëna dhe bëri një zbulim që do të shndërronte kozmologjinë. Ai tregoi që shpejtësia e largjimit të një galaktike është proporcionale me distancën e saj. Nëse një galaktik është 2 herë më larg, ajo largohet 2 herë më shpejt. Nëse është 10 herë më larg, ajo largohet 10 herë më shpejt. Kjo nuk ishte thjesht një vëzhgim interesant. Kjo ishte një revolucion, sepse kishte vetëm një shpjegim të mundshëm. Universi po zgjerohet. Jo galaktikat po lvizin në përhapësirë, por vetë hapësira po zgjerohet. Çdo pik po largohet nga çdo pik tjetër. Distancat po rriten. Dhe kjo do të thotë diçka të tmerrshme dhe të bukur në të njëjtën kohë. Nëse universi po zgjerohet sot, atëherë dje ai ishte më i vogël. Javën e kaluar edhe më i vogël. 1 milion vjet më parë, shumë më i vogël. Dhe nëse vazhdoni të shkoni prapa në kohë, nëse ktheheni mbrapsht përgjatë kësaj zgjerimi, arrini në një moment kur gjithçka ishte në të njëjtin vend. Kur e gjithë materia, e gjithë energjia, e gjithë hapësira vet ishte e përqendruar në një pikë të vetme, infinitisht të dendur, infinitisht të nxehtë. Një moment kur universi lindi. Kjo ishte teoria e Big Bang dhe ajo zgjidhi paradoksin e Olbers në mënyrën më elegante të mundshme. Qielli i natës është i zi jo sepse nuk ka yje, por sepse drita nga yjet e largët nuk ka pasur kohë të mjaftueshme për të arritur tek ne. Universi ka vetëm 13.8 miliard vjet,
Dhe kjo do të thotë që ne mund të shohim vetëm ato yje që janë brenda një sfere me rreze 13.8 miliard vite drite. Përtej kësaj sfere, përtej asaj që ne quajmë horizonti kozmik, ka yje, miliarda yje, triliona yje. Por drita e tyre ende nuk ka arritur. Ata janë aq larg sa fotoni i parë që ata emetuan pas Big Bang ende po udhton në përhapësirë, duke u afruar me shpejtësinë e dritës, por ende jo këtu. Dhe kjo është arsyeja pse qielli i natës është i zi. Jo sepse universi është i vogël, jo sepse nuk ka yje, por sepse universi ka një moshë. Sepse koha vet pati një fillim, sepse ka një kufi për sa larg mund të shohim. Jo një kufi hapësinor, por një kufi kohor. Errësira është një dokument historik, një provë që universi nuk ka qenë gjithmonë këtu, që ka pasur një moment zero, një fillim. Por historia nuk përfundon këtu, sepse kur shkencëtarët filluan të eksplorojnë pasojat e Big Bang, ata zbuluan diçka eve më të çuditshme, diçka që e bën errësirën eve më të rëndësishme, eve më plot me informacion. Në vitin 1948, një fizikan me emrin George Gamow bëri një parashikim të guximshëm. Ai tha, nëse universi filloi nga një gjendje infinitisht e nxehtë dhe e dendur, atëherë në momentet e para pas Big Bang, ai duhet të ketë qenë plot me rrezatim. Fotone me energji të lartë që kërcenin përpara e mbrapa midis grincave të materjes. Por ndërsa universi u zgjua, ky rrezatim u ftoh. Valët e dritës u zgjatën, energjia u dobësua. Dhe sot, 13.8 miliard vjet më vonë, ky rrezatim duhet ende të jetë këtu. Jo si dritë e dukshme, por si mikroval, si një zhurmë e dobët, e ftohtë që vjen nga çdo drejtim i hapësirës. Një jehon e Big Bang, një fosil i universit foshnjor. Gamow llogariti që temperatura e këtij rrezatimi duhet të jetë rreth 5 gradë mbi zero absolute, rreth minus 268 gradë Celsius. Aq e ftohtë sa pothuajse e padukshme, por jo plotësisht. Nëse dikush ndërtonte një antenë mjaft të ndjeshme, ai mund ta detektonte. Për gati 20 vjet, askush nuk e mori seriozisht këtë parashikim, duke i shumë i vështirë për t'u testuar, shumë teorik, shumë i largët nga realiteti. Derisa në vitin 1964, 2 inxhinier në laboratorët Bell në New Jersey, Arnaud Penzias dhe Robert Wilson, po përpiqeshin të ndërtonin një antenë radio sa më të pastër të mundshme. Ata donin të studionin sinjalet nga satelitët, por pavarësisht se çfarë bënin, ata nuk mund të hiqnin një zhurmë të vogël të vazhdueshme. Një fishklim statike që vinte nga çdo drejtim, nga qielli, nga toka, nga vet antena. Ata pastruan antenën, hoqën foleja plumbësh, kontrolluan çdo lidhje elektrike, por zhurma mbeti, e qëndrueshme, e pandryshueshme, e pashpjegueshme, derisa dikush u tha atyre për parashikimin e Gamow, derisa kuptuan që ajo që ata po dëgjonin nuk ishte zhurmë, ishte sinjali, ishte jehona e Big Bang. Ishte drita më e vjetër në univers, e transformuar në mikroval nga 13.8 miliard vjet zgjerimi. Ata e quajtën rrezatimin kozmik të sfondit të mikrovalve, dhe zbulimi i tij ishte një nga momentet më të rëndësishme në historinë e shkencës, sepse për herë të parë njerëzimi kishte një provë të drejtë për drejtë, jo teorike, por të prekshme, që universi pati një fillim, që Big Bang nuk ishte thjesht një ide elegante, por një fakt i vërtet. Dhe këtu është pjesa e mahnitshme. Ky rrezatim është kudo. Në këtë moment, ndërsa dëgjoni këto fjalë, trupi juaj po lahet nga rreth 400 fotone për centimetër kub. Fotone që kanë udhëtuar për 13.8 miliard vjet. Fotone që u liruan kur universi kishte vetëm 380.000 vjet, kur nuk kishte ende yje, kur nuk kishte ende galaktika, kur gjithçka ishte vetëm një plazmë e nxehtë, e dendur, e ndritshme, që ngadalë po ftohej, ngadalë po bëhej transparente. Këto fotone janë dëshmitarët më të vjetër. Ata pan universin kur ai ishte foshnjë. Dhe tani, pas një udhëtimi që ka zgjatur pothuajse gjithë historinë e kozmosit, ata arrin tek ne, të dobësuar, të ftohur,
por ende këtu, ende të lehtësueshëm. Dhe kur shkencëtarët filluan të studiojnë këtë rrezatim me teleskop gjithnjë më të sofistikuar, satelitë si COBE, WMAP, Planck, ata zbuduan diçka të jashtëzakonshme. Rrezatimi nuk është plotësisht uniform. Ka luhatje të vogla në temperaturë, rajone që janë 1 të 10.000 në 1 grade më të nxehta ose më të ftohta se mesatarja. Këto luhatje janë fara e gjithçkaje, janë vendet ku materia ishte pak më e dendur, ku graviteti filloi të tërheqë grinca së bashku, ku gjët e parë do të lindnin, ku galaktikat do të formoheshin, ku miliarda vjet më vonë planetet do të kondensoheshin, ku jeta do të shfaqej. Këto luhatje janë ADN-ja e universit, kodi gjenetik i strukturës kozmike. Dhe ato janë të shtypura në errësirën e qiellit të natës, jo si mungesë drite, por si informacion, si histori, si memorie. Tani le të kthehemi te pyetja origjinale e Olbers. Pse qielli i natës është i zi? Ne tani e dim përgjigjen. Qielli është i zi sepse universi ka një moshë, sepse drita udhton me shpejtësi të fundme, sepse ka një horizont përtej të cilit nuk mund të shohim. Jo sepse nuk ka asgjatje, por sepse drita nga aty ende nuk ka arritur. Por ka një shtres tjetër në këtë përgjigje, një shtres që e bën errësirën edhe më të rëndësishme. Universi jo vetëm po zgjerohet, ai po përshpejton. Në vitin 1998, 2 grupe astronomësh, njëri i udhëhequr nga Saul Perlmutter, tjetri nga Brian Schmidt dhe Adam Riess, po studionin supernova të largëta. Shpërthime yjesh që janë aq të ndritshme sa mund të shihen nga miliarda vite drite larg, dhe ata zbuluan diçka që askush nuk e priste. Galaktikat e largëta po largoheshin më shpejt se sa duhej. Zgjerimi i universit nuk po ngadalsohej nga graviteti, siç prisnin të gjithë. Ai po përshpejtonte. Diçka po shtyte hapësirën të zgjerohej gjithnjë më shpejt. Diçka që ata e quajtën energji e errët. Ne nuk e dim çfarë është energjia e errët. Ne nuk e dim nga vjen, ne nuk e dim pse ekziston, por ne e dim që ajo përbën rreth 70% të gjithë energjisë në univers, dhe ne e dim që ajo po e shtup universin drejt një fati të caktuar. Në të ardhmen e largët, triliona vjet nga tani, zgjerimi do të ketë quar galaktikat aq larg sa drita e tyre nuk do të mund të arrijë më tek ne. Një nga një, yjet do të zhduken nga qielli. Jo sepse ata po vdesin, por sepse hapësira midis nesh dhe tyre po zgjerohet më shpejt se sa drita mund të udhëtojë. Dhe në fund, qielli i natës do të jetë vërtet i zi. Jo sepse nuk ka yje, por sepse ne do të jemi të izoluar, të vetmuar, në një ishull hapësire që po të kurret, të rrethuar nga një errësirë që nuk është mungesë drite, por mungesë informacioni, mungesë së kaluarës, mungesë e lidhjes me pjesën tjetër të universit. Por ne nuk jemi atje ende. Tani, në këtë moment kozmik, ne jemi në një epokë të artë, një dritare e shkurtër, vetëm disa miliard vjet, kur universi është mjaft i vjetër që të ketë formuar yje dhe galaktika, por ende mjaft i ri që drita e tyre të mund të arrijë tek ne. Kur qielli i natës është plot me informacion, plot me histori, plot me prova të asaj që ka ndodhur. Errësira që ne shohim nuk është boshllëk, është një arkiv, një bibliotek, një testament i shkruar me fotone dhe mikrovalë dhe zhvendosje të kuqe. Dhe nëse e lexojmë me kujdes, nëse ndërtojmë teleskopët e duhur, nëse bëjmë pyetjet e duhura, ajo na tregon historinë e gjithçkaje. Në vitin 1992, sateliti COBE, Cosmic Background Explorer, u lëshua në orbit me një mision që dukej pothuajse i pamundur, të hartoj errësirën. Jo yjet, jo galaktikat, por hapësirën midis tyre. Atë zhurmën e dobët të mikrovalve që Penzias dhe Wilson kishin zbuluar 28 vjet më parë. Dhe ajo që COBE zbuloi ndryshoi gjithçka që ne mendonim se dinim për origjinën e strukturës kozmike. Imagjinoni që po shikoni një fotografi të universit kur ai kishte 380.000 vjet. Jo një fotografi e yjeve, ata ende nuk ekzistonin. Jo një fotografi e galaktikave, ato ishin ende triliona vjet larg nga lindja.
por një fotografi të vetë hapësirës, e ngrirë në momentin kur ajo u bë transparente për herë të parë. Kur fotoni i parë mund të udhëtonte lirshëm pa u përplasur me grinca të materjes. Ajo që COBE pa ishte një hartë e temperaturës, dhe kjo hartë nuk ishte uniforme. Kishte pika të kuqe, rajone që ishin 1 të 10.000 e 1 grade më të nxehta. Kishte pika blu, rajone që ishin 1 të 10.000 e 1 grade më të ftohta. Këto luhatje ishin aq të vogla sa dukeshin pothuajse të parëndësishme, por ato ishin gjëja më e rëndësishme që njerëzimi kishte zbuluar ndonjëherë, sepse këto luhatje ishin jo të rastësishme. Ato kishin një model, një strukturë, një kod. Dhe kur fizikanët filluan të analizojnë këtë kod, kur ata matën madhësinë e pikave të nxehta dhe të ftohta, shpërndarjen e tyre, korelacionin midis tyre, ata kuptuan që po shikonin diçka të jashtëzakonshme. Po shikonin tingujt e universit foshnjor. Le ta shpjegojmë këtë. Në 380.000 vitet e para pas Big Bang, universi nuk ishte një vend i qetë. Ai ishte një oqean plazme, grinca të ngarkuara elektrikisht që lëviznin me shpejtësi të çmendur, duke u përplasur, duke kërcuar, duke krijuar valë. Dhe këto valë nuk ishin të rastësishme. Ato ishin valë akustike. Tinguj, nota muzikore që jehonin në përhapësirë, por këtu është pjesa e mahniqme. Këto nota nuk ishin të çfarëdoshme. Ato ishin të përcaktuara nga fizika fundamentale e univers. Nga shpejtësia e dritës, nga dendësia e materjes, nga forca e gravitetit, nga presioni i rrezatimit. Të gjitha këto madhësi, të gjitha këto konstante të natyrës ishin të koduara në modelin e valve akustike. Dhe kur universi u bë transparent, këto valë u ngrirën në vend, u shndërruan nga tinguj në struktura, nga lëvizje në densitet. Dhe sot, 13.8 miliard vjet më vonë, ne mund të shohim këto struktura. Jo si tinguj, ato pushuan se lëkunduri për një kohë shumë të gjatë, por si luhatje në temperaturën e rrezatimit kozmik, si pika të kuqe dhe blu në hartën e kobe. Si një fotografi e një simfonie që u luajt kur universi ishte foshnjë. Dhe kur shkencëtarët matën frekuencat e këtyre notave, kur ata analizuan se cilat madhësi të pikave ishin më të zakonshme, ata zbuluan diçka që i la pa fjalë. Nota më e fortë, pika më e zakonshme, kishte një madhësi specifike, rreth 1 grad në qiell, rreth 2 herë madhësia e hënës së plot. Dhe kjo madhësi nuk ishte e rastësishme. Ajo ishte distanca që një valë akustike mund të udhëtonte në 380.000 vjet. Shpejtësia e tingullit në plazmën e hershme, rreth gjysmë shpejtësia e dritës, shumëzuar me kohën, deri në transparencë. Kjo ishte horizonti akustik i universit foshnjor. Distanca maksimale që informacioni mund të udhëtonte përpara se universi të bëhej transparent. Dhe fakti që ne mund ta shohim këtë madhësi, fakti që ajo është e shtypur në errësirën e qiellit të natës, na tregon diçka të thellë për gjeometrinë e universit. Nëse universi ishte i lakuar, nëse hapësira ishte e përkullur si sipërfaqja e një sfere, atëherë kjo madhësi do të dukej më e madhe ose më e vogël se sa është. Por ajo është saktësisht madhësia që fizika parashikon për një univers të sheshtë. Një univers ku rregullat e gjeometrisë së Euklidit funksionojnë, ku trekëndësat kanë 108 gradë, ku linjat paralele nuk takohen kurrë. Kjo ishte një zbulim i jashtëzakonshëm, sepse për dekada kozmologët kishin debatuar për formën e universit. Disa mendonin që ai ishte i lakuar pozitivisht, si një sferë, dhe se një ditë do të ndalonte së zgjeruari dhe do të fillonte të tkurrej. Të tjerët mendonin që ai ishte i lakuar negativisht, si një shal kali, dhe se do të zgjerohej përgjithmonë, duke u ftohur, duke u zbrazur, duke vdekur ngadalë. Por tani, për herë të parë, ne kishim një matje të drejtë për drejtë, dhe përgjigja ishte i sheshtë. Saktësisht në kufi midis këtyre dy fateve. Por historia bëhet edhe më e thellë, sepse ato luhaçe të vogla në temperaturë, ato pika të kuqe dhe blu në hartën e COBE nuk ishin vetëm fosile të valve akustike. Ato ishin fara e gjithçkaje që do të vinte më vonë. Çdo pikë kuqe, çdo rajon pak më i ngjehtë,
ishte një vend ku materia ishte pak më e dendur, ku kishte pak më shumë grinca, ku graviteti ishte pak më i fortë. Dhe kur universi u ftoh, kur plazma u shndërua në gaz neutral, këto rajone filluan të tërhiqnin më shumë materie. Graviteti i tyre tërhoqi atomet e hidrogenit dhe heliumit nga rrethinat dhe sa më shumë materie tërhiqnin, aq më i fortë bëhej graviteti i tyre. Dhe sa më i fortë bëhej graviteti, aq më shumë materie tërhiqnin. Një cikël pozitiv, një efekt tullumbaçe, një proces që fizikanët e quajnë paqëndrueshmëri gravitacionale. Dhe ngadalë, gjatë miliona vitesh, këto rajone u rritën, u dendësuan, u nxehan, derisa në një moment kritik, presioni dhe temperatura në qendrat e tyre u bën aq të larta sa atomet e hidrogenit filluan të bashkohen, të shkrihen së bashku, të formonin helium. Dhe në këtë proces, në këtë fuzion nuklear, ata liruan energji. Shumë energji. Mjaft energji për të ndriquar errësiren. Ylli i parë ishte ndezur. Ne nuk e dim saktësisht kur ndodhi kjo. Teleskopët tanë ende nuk janë mjaft të fuqishëm për të parë aq larg në kohë, por simulimet kompjuterike sugjerojnë që yjet e parë u formuan rreth 100 deri në 200 milion vjet pas Big Bang. Dhe ata nuk ishin si yjet që ne shohim sot. Ata ishin gjigant, disa vjetra herë më masiv se dielli, disa qindra herë më të ndritshëm, dhe jetëgjatësia e tyre ishte e shkurtër, vetëm disa milion vjet, sepse ata digjeshin me një intensitet të çmendur. Por në atë jetë të shkurtër, ata ndryshuan universin përgjithmonë. Sepse në brendësitë të tyre, në furrat nukleare në qendrat e tyre, ata po krijonin elemente të reja, jo vetëm helium, por karbon, oksigjen, azot, hekur, të gjitha ato atome që një ditë do të bëheshin pjesë e planeteve, pjesë e oqeaneve, pjesë e qelizave të gjalla, pjesë e trupit tuaj. Dhe kur këta yje gjigant vdiqen, kur karburanti i tyre nuklear u shterua, ata nuk u shuajtën thjesht. Ata shpërthyen. Supernova. Shpërthime aq të fuqishme sa për disa javë, një yll i vetëm mund të jetë më i ndritshëm se një galaktikë e tërë. Dhe në këto shpërthime, elementet që ishin krijuar në brendësi u hodhën në hapësirë, u shpërndan, u përzien me gazin ndërjor dhe u bën lëndë papunuar për gjeneratën e ardhshme të yjeve. Kjo është arsyeja pse ne ekzistojmë. Çdo atom në trupin tuaj, përveç hidrogenit, u krijua në brendësi të një ylli. Karboni në ADN në tuaj, kalciumi në kockat tuaja, hekuri në gjakun tuaj. Të gjitha këto u formuan në temperatura dhe presione që ekzistojnë vetëm në zemrat e yjeve ose në shpërthimet e supernovave. Ju jeni, fjalë për fjalë, pluhur yjesh. Një riorganizim i materjes që dikur ishte pjesë e një ylli që vdiq para se dielli të lindë. Por le të kthehemi te errësira, sepse tani, me këtë kuptim të ri, errësira fillon të duket ndryshe. Çdo pikë e zezë në qiellin e natës nuk është thjesht mungesë drite. Është një dritare në kohë, një portal drejt së kaluarës. Kur shikoni një yll që është 100 vite drite larg, ju nuk po shikoni atë yll siç është tani. Ju po e shikoni atë siç ishte 100 vjet më parë. Drita që po godet retinën tuaj u nis nga ai yll në vitin 1924. Kur ai foton filloi udhëtimin e tij, lufta e parë botërore sapo kishte përfunduar. Kur ai arriti tek ju, një shekull kishte kaluar. Tani imagjinoni një galaktik që është 1 milion vite drite larg. Drita që ju shikoni u nis kur paraardhësit tan, Homo erectus, sapo kishin filluar të përdorin zjarrin. Kur imagjinoni një galaktik që është 1 miliard vite drite larg, ju po shikoni një kohë kur jeta në tokë ishte ende një qelizore. Kur oqeanet ishin plot me baktere, por nuk kishte asnjë kafsh, asnjë bim, asnjë gjë që ju do ta njihnit si të gjallë. Dhe kur teleskopët tanë më të fuqishëm, si teleskopi hapësinor James Webb, shikojnë drejt galaktikave që janë 13 miliard vite drite larg, ata po shikojnë universin kur ai kishte vetëm disa qind milion vjet, kur yjet e parë sapo kishin ndezur, kur galaktikat e para sapo po fillonin të formohen,
kur gjithçka ishte ende e re, e papjekur, e egër. Kjo është fuqia e errësirëses. Ajo na lejon të shohim prapa në kohë. Sa më thellë shikojmë në hapësirë, aq më larg shkojmë në të kaluarën. Dhe kufiri përfundimtar, horizonti më i largët që ne mund të shohim, nuk është një kufi hapësinor. Është një kufi kohor. Është momenti kur universi u bë transparent. 380.000 vjet pas Big Bang. Përtej atij momenti, nuk ka fotone të dukshme, vetëm mikroval, vetëm ajo zhurmë e dobët që Penzias dhe Wilson zbuluan. Por edhe ajo zhurmë është një dritare, sepse ajo na tregon për një kohë kur universi ishte aq i dendur dhe i ngjehtë sa drita nuk mund të udhëtonte lirshëm. Kur çdo foton që përpiqej të lvizte, përplasej menjëherë me një elektron ose proton. Kur universi ishte opak, një mjegull e ndritshme, e verbër, e papërshkueshme. Dhe nëse ne mund të shikonim edhe më larg, nëse ne mund të detektonim valë gravitacionale nga ato momente të hershme, ose neutrino që nuk ndërveprojnë me materie, ne do të mund të shihim edhe më prapa, drejt sekondave të para, drejt momentit kur vetë koha lindi. Por ka një kufizim fundamental, një mur që ne nuk mund ta kapërcejmë kurrë, sepse në momentin zero, në vetë Big Bang, ligjet e fizikës që ne njohim pushojnë së funksionuari. Temperatura dhe dendësia bëhen të pafundme, hapësira dhe koha humbasin kuptimin. Matematika jon shpërthen, ekuacionet tona japin përgjigje absurde. Kjo është ajo që fizikanët e quajnë një singularitet, një pikë ku teoria jon më e mirë, relativiteti i përgjithshëm i Einstein, thjesht nuk funksionon më. Dhe kjo do të thotë që ne nuk mund të dimë çfarë ndodhi në atë moment. Ne nuk mund të dimë çfarë shkaktoi Big Bang. Ne nuk mund të dimë nëse kishte diçka përpara tij, ose të paktën ne nuk mund ta dimë duke përdorur fizikën klasike. Por në vitet e fundit, një grup teorish të reja, teori të kuanteve të gravitetit, teori të kordave, kozmologji ciklike, kanë filluar të sugjerojnë diçka të jashtëzakonshme, që ndoshta Big Bang nuk ishte fillimi, që ndoshta ai ishte një tranzicion, një transformim nga një gjendje tjetër e universit, një kërcim nga një fazë në tjetrën. Disa teori sugjerojnë që universi ynë është vetëm një nga shumë, që ka një multivers, një koleksion i pafundëm universish, secili me ligjet e veta të fizikës, konstantet e veta, historinë e vet. Dhe që Big Bang ishte thjesht lindja e një prej këtyre universive, ndërsa të tjerët vazhdojnë të ekzistojnë në dimensione që ne nuk mund t'i perceptojmë. Teoritë të tjera sugjerojnë që universi kalon nëpër cikle, që ai zgjerohet për miliarda vjet, pastaj të kurret përsëri duke u shembur në një Big Crunch, vetëm për të rilindur në një Big Bang të ri. Që koha nuk ka fillim dhe nuk ka fund, por është një sekuencë e pafundme zgjerimesh dhe të kurjesh. Dhe teoritë të tjera, më spekulativët, sugjerojnë që universi ynë është një simulim, një program kompjuterik që po ekzekutohet në një substrat që ne nuk mund ta imagjinojmë. Që ligjet e fizikës janë thjesht rregullat e këtij programi, që Big Bang ishte momenti kur programi filloi të ekzekutohet. Ne nuk e dim cila nga këto teori, nëse ndonjëra është e saktë. Ne nuk kemi ende prova eksperimentale që mund t'i dallojnë, por fakti që ne mund t'i formulojmë këto pyetje, fakti që ne mund të ndërtojmë teori matematikore që i eksplorojnë, është vetë një mrekulli, sepse vetëm 100 vjet më parë ne nuk e dinim që universi kishte një moshë. Ne nuk e dinim që ai po zgjerohej. Ne nuk e dinim që kishte pasur një Big Bang. Dhe tani, në fillim të shekullit të 21, ne jemi në prag të zbulimeve edhe më të mëdha. Teleskop të rinj, si James Webb, si Extremely Large Telescope, si detektorët e valve gravitacionale të gjeneratës së ardhshme, po fillojnë të na japin pamje të universit që ishin të paimagjinueshme vetëm një gjenerat më parë. Ne po shohim galaktikat e para, po matim përbërjen e planeteve në sisteme të tjera diellore, po kërkojmë shenja të jetës përtej tokës, po testojmë kufijtë e relativitetit të përgjithshëm, po kërkojmë materien e errët, ajo substancë misterioze që përbën 25% të universit, por që ne nuk mund ta shohim drejt për drejt.
Po përpiqemi të kuptojmë energjinë e errët, ajo forcë që po shtyp universin të përshpejtojë zgjerimin e tij. Dhe çdo përgjigje që gjejmë ngre pyetje të reja. Çdo zbulim hap dyer drejt mistereve edhe më të thella. Kjo është natyra e shkencës. Jo të dish gjithçka, por të dish gjithnjë e më shumë. Jo të arrish në një përgjigje përfundimtare, por të vazhdosh të bësh pyetje më të mira. Por le të kthehemi përsëri te errësira, sepse tani, me gjithë këtë njohuri, errësira e qiellit të natës duket si një gjë plotësisht e ndryshme nga ajo që dukej për Olbers në vitin 1823. Për Olbers, errësira ishte një paradoks, një mister që kërcënonte të shkatërronte të gjithë fizikën, një pyetje pa përgjigje. Por për ne sot, errësira është një libër. Çdo pikë e zezë është një faqe. Çdo foton që arrin ose nuk arrin tek ne është një shkronjë në një alfabet kozmik. Dhe kur ne lexojmë këtë libër me kujdes, kur ne përdorim teleskopët tanë, spektrografët tanë, detektorët tanë, ne mund të rikonstruktojmë historinë e universit me një detaj të mahnitshëm. Ne mund të dimë që 13.8 miliard vjet më parë, universi ishte një pikë e vetme, infiniti ishte dendur dhe e ngjehtë. Ne mund të dimë që ai u zgjua me një shpejtësi të çmendur në fraksionet e para të një sekonde. Ne mund të dimë që 3 minuta pas Big Bang, temperatura kishte rënë mjaft për të lejuar protonët dhe neutronët të formonin bërthama të lehta, hidrogjeni, heliumi, pak litium. Ne mund të dimë që 380.000 vjet më vonë, universi u ftoh mjaft për të lejuar elektronët të bashkohen me bërthamat, duke formuar atomet e para dhe duke e bërë universin transparent. Ne mund të dimë që 100 deri në 200 milion vjet më vonë, yjet e parë u ndezën, që 1 miliard vjet më vonë, galaktikat e para kishin marrë formë, që 9 miliard vjet pas Big Bang, sistemi yndjellor u formua nga një re pluhuri dhe gazi që ishte mbetje e gjeneratave të mëparshme të yjeve, që 4.5 miliard vjet më parë, toka u ftoh mjaft për të pasur oqeane të lëngshme, që 3.8 miliard vjet më parë, jeta e parë shfaqej në ato oqeane, që 550 milion vjet më parë, kafshët e para me skelet të fortë lulëzuan në detet e Kambrianit, që 65 milion vjet më parë, një asteroid goditi tokën dhe zhduku dinosaurët, që 300.000 vjet më parë, Homo sapiens evoluan në Afrikë, që 10.000 vjet më parë, ne filluam të kultivojmë bimë dhe të domestikojmë kafsh, që 500 vjet më parë, ne kuptuan që toka rrotullohet rreth diellit, që 100 vjet më parë, ne zbuluan që universi po zgjerohet. Dhe tani, në këtë moment, ndërsa dëgjoni këto fjalë, ne jemi në një pikë të veçantë në historinë kozmike. Ne jemi qeniet e para në këtë planet, dhe ndoshta në këtë galaktik që mund të kuptojnë historinë e tyre, që mund të shikojnë errësirën dhe të lexojnë në të jo mungesë, por informacion, jo boshllëk, por memorie. Ne jemi universi që po bëhet i vetëdijshëm për vetveten. Atomet që dikur ishin në zemrën e një ili, tani janë në trurin tuaj, duke menduar për atë il. Fotoni që u lirua 380.000 vjet pas Big Bang, tani po godet retinën tuaj, duke ju lejuar të shihni atë moment. Koha dhe hapësira, materia dhe energjia, e kaluara dhe e tashmia, të gjitha janë të lidhura në një rrjet të vetëm, të pandashëm. Dhe errësira, ajo errësirë që Olbers e gjeti aq shqetësuese, është pjesa më e rëndësishme e këtij rrjeti. Sepse pa errësirë, ne nuk do të mund të shihim yjet. Pa errësirë, ne nuk do të mund të matim zhvendosjen e kuqe. Pa errësirë, ne nuk do të mund të zbulojmë rrezatimin kozmik. Pa errësirë, ne nuk do të mund të dimë që universi pati një fillim. Errësira është dëshmitari, është arkivi, është prova. Dhe çdo natë kur dielli perëndon dhe qilli bëhet i zi, ne kemi mundësinë të lexojmë këtë provë, të shikojmë prapa në kohë, të shohim universin jo siç është tani, por siç ishte. Të kuptojmë jo vetëm se ku jemi, por nga kemi ardhur. Kjo është arsyeja pse astronomët kalojnë net të tëra duke shikuar në errësirë, pse ata ndërtojnë teleskop gjithnjë më të mëdhenj, gjithnjë më të ndjeshëm, pse ata analizojnë çdo foton që arriti,
çdo zhvendosje të vogël në frekuencë, çdo luhatje në intensitet, sepse ata e din që errësira nuk është armike. Ajo është mësuesja jon më e madhe. Ajo është lidhja jon me të kaluarën. Ajo është dritarja jon drejt së vërtetës. Dhe ndërsa ne vazhdojmë të studiojmë errësirën, ndërsa teleskopat tanë bëhen më të mirë, teoritë tona më të sofistikuara, kuptimi ynë më i thellë, ne po zbulojmë se sa shumë nuk e dim ende. Sa shumë mistera mbeten, sa shumë pyetje presin përgjigje. Por kjo nuk është arsye për zhgënjim, është arsye për habi, sepse çdo mister i zgjidhur zbulon një peizazh të ri të panjohur. Çdo përgjigje hap një horizont të ri pyetjesh. Dhe kjo është ajo që e bën shkencën dhe jetën aq të bukur. Jo certituda, por zbulimi. Jo përfundimi, por udhëtimi. Errësira e qiellit të natës nuk është fundi i historisë. Është fillimi. Është ftesa. Është premtimi që ka gjithmonë më shumë për të mësuar, më shumë për të kuptuar, më shumë për të zbuluar. Dhe çdo herë që ju shikoni lart në një natë të kthjellët, çdo herë që ju shihni atë errësirë të thellë të shpuar me pika drite, ju po shikoni jo mungesën e diçkaje, por praninë e gjithçkaje. Ju po shikoni historinë e universit të shkruar me fotone. Ju po shikoni të kaluarën, të tashmen dhe të ardhmen, të lidhura në një moment të vetëm. Ju po shikoni errësirën, dhe errësira po ju shikon mbrapsht. Në këtë moment, ndërsa dëgjoni këto fjalë, ju jeni të zhytur në një oqean të padukshëm, një oqean që nuk përbëhet nga ujë, por nga diçka shumë më e çuditshme, diçka që kalon nëpër muret, nëpër trupin tuaj, nëpër vet atomet tuaja, pa lënë asnjë gjurmë. Çdo sekond, rreth 100 trilion grinca të kësaj substance misterioze po kalojnë nëpër trupin tuaj. Ju nuk i ndjeni, ju nuk i shihni, por ato janë atje. Dhe ato përbëjnë 25% të gjithë masës së universit. Ne e quajmë materie të errët, por emri është mashtrim, sepse kjo substancë nuk është thjesht e errët, ajo është plotësisht e padukshme. Ajo nuk thith dritë. Ajo nuk reflekton dritë, ajo nuk emeton dritë, ajo nuk ndërvepron me fotonët fare. Për sa i përket dritës, për sa i përket gjithçkaje që ne mund të shohim, materia e errët thjesht nuk ekziston. Por ne e dim që ajo është atje, dhe ne e dim këtë pikërisht për shkak të errësirës. Në vitet 30 të shekullit të 20, një astronom zviceran me emrin Fritz Zwicky po studionte një grumbull galaktikash të quajtur Coma Cluster. Ai po matej sa shpejt lëviznin galaktikat individuale brenda këtij grumbullit, dhe ajo që ai zbuloi nuk kishte kuptim. Galaktikat po lëviznin shumë shpejt, aq shpejt sa sipas ligjeve të gravitetit të Newton, ato duhej të ishin shpërndar për një kohë të gjatë. Grumbulli duhej të ishte shpërthyer. Por ai ishte atje, i qëndrueshëm, i lidhur së bashku nga një forcë gravitacionale që dukej shumë më e fortë se sa masa e dukshme e galaktikave mund të shpjegonte. Zwicky bëri një llogaritje të thjeshtë. Ai mblodhi të gjithë dritën që vinte nga grumbull. Ai e ktheu atë dritë në masë, duke përdorur faktin që yjet kanë një raport të caktuar midis ndriçimit dhe masës, dhe ai zbuloi që masa e dukshme ishte vetëm 1/50 e masës që nevojitej për të mbajtur grumbullin së bashku. Ku ishte masa tjetër? Ku ishte graviteti që po mbante këto galaktika nga fluturimi në hapësirë? Zwicky e quajti këtë dunkle materie, materie e errët. Dhe për 40 vjet, askush nuk e mori seriozisht. Dukej shumë e çuditshme, shumë e pabesueshme. Ndoshta Zwicky kishte bërë një gabim në llogaritjet, ndoshta ligjet e gravitetit nuk funksionin në shkalla aq të mëdha. Ndoshta kishte një shpjegim tjetër. Por në vitet 70, një astronome amerikane me emrin Vera Rubin filloi të studiojë rrotullimin e galaktikave spirale. Ajo po matej sa shpejt lëviznin yjet në skajet e këtyre galaktikave. Dhe ajo zbuloi të njëjtën anomali që Zwicky kishte parë. Yjet në periferi po lëviznin shumë shpejt. Aq shpejt sa, sipas masës së dukshme të galaktikës, ata duhej të ishin hedhur në hapësirë si gur nga një hobe. Por ata nuk po fluturonin.
ata po qëndronin në orbit. Të lidhur nga një forcë gravitacionale që nuk mund të shpjegohej nga yjet, gazi dhe pluhuri që ne mund të shihnim. Rubin bëri diçka të jashtëzakonshme. Ajo matei shpejtësinë e rrotullimit në qindra galaktika dhe në çdo rast, në çdo galaktik spirale që ajo studioi, historia ishte e njëjtë. Kishte më shumë masë se sa mund të shihej. Dhe kjo masë e padukshme nuk ishte e përqendruar në qendër ku ishin yjet. Ajo ishte e shpërndar në një halo gjigante që rrethonte galaktikën. Një sferë e padukshme që shtrihet shumë përtej rajonit ku yjet pushojnë. Kjo ishte prova që materia e errët nuk ishte thjesht një anomali. Ajo ishte një komponent fundamental i universit dhe ajo ishte kudo. Por çfarë është ajo? Nga çfarë përbëhet? Për dekada, fizikanët kanë propozuar qindra teori. Ndoshta materia e errët përbëhet nga yje të vdekur, vrasje të bardha, yje neutron, vrima të zeza, që janë shumë të errëta për tu parë. Por llogaritjet tregojnë që nuk ka mjaft objekte të tilla për të shpjeguar masën që mungon. Ndoshta ajo përbëhet nga planete të shkëputur, Jupitera që lundrojnë në përhapësirë pa një yll pritës, por përsëri, numrat nuk funksionojnë. Teoria më e pranueshme sot është që materia e errët përbëhet nga grimca egzotike që ne ende nuk i kemi zbuduar. Grimca që u krijuan në sekondën e parë pas Big Bang, por që nuk ndërveprojnë me materie normale përveç se nëpërmjet gravitetit. Fizikanët i quajnë këto grimca WIMP, Weakly Interacting Massive Particles, grimca masive që ndërveprojnë dobët. Dhe për 20 vjet, shkencëtarët kanë ndërtuar detektor gjithnjë më të ndjeshëm për t'i kapur këto grimca. Detektore të vendosur thellë nën tokë, në miniera të vjetra, në tunele malore, për t'i mbrojtur nga rrezatimi kozmik. Detektor të mbushur me xenon të lëngshëm ose argon, të ftohur në temperatura afër zeros absolute, duke pritur që një grimcë vetme e materies së errët të përplaset me një bërtham dhe të lërë një sinjal të vogël të zbehtë. Por deri tani, asnjë detektim i qartë, asnjë sinjal i pamohueshëm. Materia e errët vazhdon të jetë fantazm. E pranishme në efektet e saj gravitacionale, por plotësisht e padukshme në çdo mënyrë tjetër. Dhe kjo na çon te një pyetje edhe më e thellë. Nëse 25% e universit përbëhet nga diçka që ne nuk mund ta shohim, çfarë tjetër po na mungon? Përgjigja është edhe më shqetësuese. Sepse materia e errët, e çuditshme sa është, të paktën është materie. Ajo ka masë, ajo ushtron gravitet, ajo sillet në mënyra që ne mund t'i parashikojmë, edhe nëse nuk mund ta shohim drejt për drejt. Por ka diçka tjetër në univers. Diçka që përbën 70% të gjithë energjisë, diçka që nuk është materie fare. Diçka që nuk tërheq, por shtyn, diçka që po shkatërron vetë strukturën e hapësirës. Ne e quajmë energji të errët, dhe ajo është misteri më i madh në fizikën moderne. Le të kthehemi te viti 1998. Dy grupe astronomësh, Supernova Cosmology Project dhe High Z Supernova Search Team, po studionin shpërthime të largëta yjesh, jo supernova të zakonshme, por një lloj specifik i quajtur supernova tipi E, A. Këto shpërthime janë të veçanta sepse ato kanë gjithmonë të njëjtën ndriçim maksimal. Ato janë si lamba standarde, qirin kozmik, që mund të përdoren për të matur distanca. Ideja ishte e thjeshtë. Nëse ju e dini sa e ndritshme është një supernova në realitet dhe ju matni sa e ndritshme duket nga toka, ju mund të llogaritni sa larg është. Dhe nëse ju gjithashtu matni zhvendosjen e kuqe të galaktikës ku ndodhi supernova, ju mund të llogaritni sa shpejt po largohet. Dhe nga këto dy matje, distanca dhe shpejtësia, ju mund të përcaktoni se si po zgjerohet universi. Nëse ai po ngadalsohet, siç prisnin të gjithë, ose nëse ai po bën diçka tjetër. Ajo që këto dy grupe zbuluan në mënyrë të pavarur, duke përdorur metoda të ndryshme, duke analizuar supernova të ndryshme, ishte e njëjta. Dhe ajo ishte e çmendur. Universi nuk po ngadalsohet, ai po përshpejton. Galaktikat e largëta po largoheshin më shpejt se sa duhej. Zgjerimi i universit nuk po frenohej nga graviteti, siç parashikonte çdo teori. Ai po përshpejtohej. Diçka po shtyte hapësirën të zgjerohej gjithnjë e më shpejt.
diçka që vepron si një lloj antigraviteti, një forcë që nuk tërheq, por shtyn. Kjo ishte një nga zbulimet më shokuese në historinë e shkencës. Shokuese sa Saul Perlmutter, Brian Schmidt dhe Adam Rees, udhëheqësit e këtyre dy grupeve, fituan çmimin Nobel në fizik në vitin 2011. Por edhe sot, 25 vjet më vonë, ne ende nuk e kuptojmë çfarë shkakton këtë përshpejtim. Ne e quajmë energji të errët, por kjo është thjesht një emër për ignorancën tonë. Ne nuk e dim çfarë është, ne nuk e dim nga vjen, ne nuk e dim pse ekziston, ne nuk e dim pse ka saktësisht atë forcë që ka, jo shumë e fortë për të shkatërruar galaktikat, jo shumë e dobët për të qenë e parëndësishme. Ka disa teori. Njëra thot që energjia e errët është një vetje vetë hapësirës, që çdo metër kub i hapësirës ka një sasi të vogël energjie të brendshme, dhe kur universi zgjerohet, kur krijohen metra të rinj kubik të hapësirës, krijohet gjithashtu energji e re. Kjo quhet konstanta kozmologjike, dhe në fakt ishte një ide që Einstein kishte propozuar në vitin 1917, vetëm për ta hedhur më vonë si gabimin më të madh të tij. Por tani, duket që Einstein kishte të drejtë që nga fillimi. Hapësira ka energji, dhe kjo energji po shtyp universin të zgjerohet gjithnjë më shpejt. Teoria tjetër thot që energjia e errët nuk është konstante, por një fushë dinamike, diçka e ngjashme me fushat elektromagnetike, por shumë më e dobët dhe shumë më e shtrirë. Kjo quhet quintessence, dhe nëse është e vërtet, do të thotë që forca e energjisë së errët mund të ndryshojë me kohën, që ajo mund të jetë më e fortë ose më e dobët në të ardhmen se sa është tani. Dhe ka teori edhe më radikale, që ndoshta graviteti vetë nuk funksionon siç mendojmë ne në shkallë kozmike, që ligjet e Einstein janë një parafrim që funksionon mirë në sistemin diellor, por që prishen kur përpiqemi t'i aplikojmë në miliarda vite drite. Që ne kemi nevojë për një teori të re të gravitetit, një teori që shpjegon si përshpejtimin ashtu edhe sjelljen e çuditshme të galaktikave pa pasur nevojë për materie të errët ose energji të errët. Por deri tani, asnjë nga këto teori nuk ka prova të forta. Ne jemi duke ecur në errësirë, fjalë për fjalë dhe metaforikisht, duke përpiqur të kuptojmë një univers ku 95% e përmbajtjes është plotësisht misterioze për ne. Mendoni për këtë. Çdo gjë që ne mund të shohim, çdo yll, çdo galaktik, çdo re gazi, çdo planet, çdo atom në trupin tuaj, përbën vetëm 5% të universit. 5%. Pjesa tjetër është errësirë. Jo errësira që ne shohim në qiellin e natës, ajo të paktën mund të shpjegohet, por një errësirë më e thellë, një errësirë që depërton në vetë strukturën e realitetit. Dhe kjo errësirë nuk është pasive. Ajo po formson fatin e universit. Materia e errët po mban galaktikat së bashku. Energjia e errët po i shtyp ato më larg. Dhe ekuilibri midis këtyre dy forcave, tërheqja e njërës dhe shtytja e tjetrës, po përcakton se çfarë do të ndodh në të ardhmen. Nëse energjia e errët mbetet konstante, nëse ajo vazhdon të ketë të njëjtën forcë që ka tani, atëherë universi do të vazhdojë të zgjerohet përgjithmonë. Galaktikat do të largohen gjithnjë më shumë, yjet do të digjen karburantin e tyre, të rinj do të pushojnë së formuari, dhe në fund, në një të ardhme aq të largët sa është pothuajse e paimagjinueshme, universi do të jetë një vend i ftohtë, i errët, i zbrazët. Një oqean i pafundëm, hapësire ku grincat individuale lundrojnë në distanca aq të mëdha, sa ato nuk do të ndërveprojnë kur më. Një gjendje që fizikanët e quajnë vdekje termike. Por nëse energjia e errët po forcohet, nëse ajo po bëhet gjithnjë më e fuqishme me kalimin e kohës, atëherë fati është edhe më dramatik. Në një skenar të quajtur Big Rip, grisja e madhe, energjia e errët do të bëhet aq e fortë sa do të fillojë të shkatërrojë strukturat. Së pari, grumbujt e galaktikave do të shpërndahen. Pastaj galaktikat individuale do të coptohen. Pastaj sistemet diellore. Pastaj planetët. Pastaj atomet vetë. Në momentin final, vetë hapësira do të grisej. Çdo pikë do të shkëputej nga çdo pikë tjetër, dhe universi do të përfundonte në një singularitet të kundërt. Jo një pikë vetme ku gjithçka bashkohet, por një pafundësi e pikave
ku gjithçka është e izoluar. Dhe nëse energjia e errët po dobësohet, nëse ajo po humbet forcën me kalimin e kohës, atëherë graviteti mund të fitojë. Zgjerimi mund të ngadalësohet, të ndalojë dhe të kthehet. Universi mund të fillojë të kurret. Galaktikat do të fillonin të afrohen, temperatura do të rritej dhe në fund gjithçka do të shembej përsëri në një pikë të vetme, të ngjehtë, të dendur. Një Big Crunch, shembje e madhe, që mund të jetë fillimi i një cikli të ri, një Big Bang i ri, një univers i ri. Ne nuk e dim cili nga këto fate na pret. Ne nuk kemi mjaft të dhëna, ne nuk kemi mjaft kohë. Vetëm 100 vjet të vëzhgimeve të kujdesme në një univers që është 13.8 miliard vjet i vjetër. Ne jemi si dikush që përpiqet të parashikojë se si do të përfundojë një film duke parë vetëm 5 sekonda nga mesi. Por ne po përpiqemi. Teleskop të rinj po ndërtohen, eksperimente të reja po dizajnohen, teori të reja po formulohen, dhe çdo vit ne mësojmë diçka të re për këtë errësirë që na rrethon. Në vitin 2021, teleskopi hapësinor James Webb u lëshua në orbit. Ai është teleskopi më i fuqishëm që njerëzimi ka ndërtuar ndonjëherë, dhe një nga misionet e tij kryesore është të shikojë më thellë në errësirë se sa kemi bërë ndonjëherë më parë, të zbulojë galaktikat e para, të studiojë formimin e yjeve të para, të matë përbërjen e atmosferave të planeteve të largëta, të kërkojë shenja të jetës përtej tokës. Por më e rëndësishmja, ai po përpiqet të kuptojë errësirën vet. Duke matur zhvendosjet e kuqe të supernovave të largëta me saktësi të paprecedent, duke studiuar shpërndarjen e galaktikave në shkallë kozmike, duke kërkuar anomali në rrezatimin kozmik që mund të zbulojnë diçka për natyrën e energjisë së errët. Dhe në tokë, eksperimente gjigante po ndërtohen për të gjuajtur materien e errët. Detektor me masa prej disa tonësh të vendosur kilometra nën tokë, duke pritur që një grimce vetme të lërë një gjurmë. Përshpejtues grimcash si Large Hadron Collider po përpiqen të krijojnë materie të errët në laborator, duke përplasur protone me energji aq të larta sa mund të prodhojnë grimca egzotike që ekzistuan vetëm në sekondën e parë pas Big Bang. Dhe matematikanët po ndërtojnë simulime kompjuterike të universit, programe që fillojnë nga kushtet e Big Bang dhe lëshojnë miliarda vjet evolucioni, duke parë se si materia e errët dhe energjia e errët formojnë strukturën kozmike. Dhe kur ata krahasojnë këto simulime me vëzhgimet reale, me shpërndarjen e galaktikave, me modelet në rrezatimin kozmik, ata gjejnë një përputhje të mahniqme. Simulimet funksionojnë. Teorit parashikojnë realitetin. Edhe pse ne nuk e dim çfarë janë materia e errët dhe energjia e errët, ne e dim se si ato sillet. Kjo është një nga paradokset e shkencës moderne. Ne mund të përshkruajmë diçka me saktësi të jashtëzakonshme pa e kuptuar çfarë është. Ne mund të parashikojmë sjelljen e saj pa e ditur natyrën e saj. Ne mund të hartojmë errësirën pa e parë atë. Por a është kjo mjaft? A mund të jemi të kënaqur me një teori që funksionon, por që nuk shpjegon? A mund të pranojmë që 95% e universit është një mister që ndoshta nuk do ta zgjidhim kurrë? Disa shkencëtar thonë po. Ata argumentojnë që shkenca nuk ka për qëllim të shpjegojë çfarë janë gjërat, por vetëm si ato sillet. Që puna jon nuk është të zbulojmë esencat, por të përshkruajmë modelet. Që një teori është e mirë nëse bën parashikime të sakta, pavarësisht nëse ne e kuptojmë intuitivisht ose jo. Por të tjerët nuk janë dakord. Ata thonë që kuptimi i vërtet kërkon më shumë se përshkrim. Që ne duhet të dim jo vetëm se si funksionon universi, por pse. Që prapa çdo ligji të natyrës duhet të ketë një shpjegim më të thellë. Që materia e errët dhe energjia e errët nuk janë thjesht fenomene për të përshkruar, por mistera për të zgjidhur. Dhe kjo debat, kjo tension midis përshkrimit dhe shpjegimit, midis modelit dhe kuptimit, është në zemër të shkencës moderne. Sepse ne jemi në një pikë të çuditshme në historinë e njohurisë njerëzore. Ne kemi mjete të jashtëzakonshme. Ne mund të shohim miliarda vite drite larg. Ne mund të matim temperatura me saktësi prej 1/1000 grade. Ne mund të simulojmë evolucioni e universit në kompjuter. Por me gjithë këtë fuqi, ne jemi të rrethuar nga errësirë.
nga mistera që duken gjithnjë më të thella sa më shumë që mësojmë. Dhe ndoshta kjo është mësimi më i rëndësishëm që errësira na mëson. Jo që ne jemi ignorant, por që universi është i pafundëm në kompleksitetin e tij, që çdo përgjigje hap pyetje të reja, që kufiri i njohurisë nuk është një mur, por një horizont që tërhiqet gjithmonë më larg sa më shumë që afrohemi. Në vitin 1823, Olbers, pa errësirën dhe pa një paradoks, një kontradikt që kërcënonte të shkatërronte fizikën, sot ne shohim errësirën dhe shohim një ftesë, një sfidë, një premtim që ka gjithmonë më shumë për të zbuduar. Ne e dim tani që qielli i natës është i zi, sepse universi ka një moshë, sepse drita udhton me shpejtësi të fundme, sepse ka një horizont përtej të cilit nuk mund të shohim. Por ne gjithashtu e dim që kjo errësirë e dukshme është vetëm sipërfaqja, që nën të qëndron një errësirë më e thellë, materia e errëth që mban galaktikat së bashku, energjia e errëth që po i shtyp ato më larg, dhe ndoshta ka shtresa edhe më të thella, dimensione që ne nuk mund t'i perceptojmë. Fusha që ne nuk mund t'i matim. Realitete që ekzistojnë përtej kufive të shqisave tona, përtej kufive të instrumenteve tona, përtej kufive të imagjinatës sonë. Por kjo nuk është arsye për dëshpërim, është arsye për habi, sepse çdo gjeneratë e shkencëtarëve ka menduar që ata ishin afër fundit, që misteret e mëdha ishin pothuajse të zgjidhura, që vetëm disa detaje të vogla mbeteshin për t'u sqaruar, dhe çdo herë ata kanë gabuar. Çdo herë zbulimet e reja kanë hapur horizonte të reja. Çdo herë universi ka rezultuar të jetë më i çuditshëm, më i pasur, më i mahnitshëm se sa ata kishin imagjinuar. Dhe nuk ka arsye të mendojmë që gjenerata jonë do të jetë ndryshe, që ne do të jemi ata që arrin në fund, që misteret që ne përbalemi sot, materia e errët, energjia e errët, origjina e universit, natyra e kohës, do të jenë misteret e fundit. Më shumë gjasa, ato janë vetëm fillimi. Hyrja në një peizazh të panjohur që shtrihet përtej horizontit ton aktual. Dhe kur ne i zgjidhim, nëse i zgjidhim, ne do të zbulojmë pyetje të reja që ne nuk mund t'i imagjinojmë ende. Kjo është natyra e shkencës. Kjo është bukuria e saj. Jo certituda, por zbulimi. Jo përfundimi, por udhëtimi. Jo drita, por errësira. Dhe guximi për të hyrë në të, duke ditur që çdo hap përpara zbulon diçka të re, diçka të papritur, diçka që ndryshon gjithçka që mendonim se dinim. Errësira e qiellit të natës nuk është armike. Ajo është mësuesja jonë. Ajo është udhërfiesja jonë. Ajo është premtimi që ka gjithmonë më shumë për të mësuar, më shumë për të kuptuar, më shumë për të zbuluar. Dhe çdo herë që ju shikoni lart, çdo herë që ju shihni atë errësirë të thellë, ju po shikoni jo fundin e njohurisë, por fillimin, jo murin, por horizontin, jo përgjigjen, por pyetjen. Ju po shikoni errësirën, dhe errësira po ju fton të hyni më thellë. Në këtë moment, ndërsa dëgjoni këto fjalë, ju jeni dëshmitar të një eksperimenti që nuk keni zgjedhur të bëni. Një eksperiment që po ndodh në çdo qelizë të trupit tuaj, në çdo atom të realitetit që ju rrethon. Sepse ju dhe gjithçka që ju njihni, jeni të zhytur në një oqean që përbën 95% të universit. Dhe ju nuk e keni iden më të vogël se çfarë është ai oqean. Mendoni për këtë, jo si një metaforë, por si një fakt i thjesht, i verifikueshëm. Shkencëtarët më të mirë në botë, njerëz që kanë kaluar jetën e tyre duke studiuar fizikën, duke ndërtuar teleskop, duke analizuar të vëna, mund të shpjegojnë vetëm 5% të universit. 5%. Pjesa tjetër është një pikpyetje gjigante, një boshllëk në njohurinë tonë, aq i madh sa e bën gjithë historinë e shkencës të duket si një shënim në fund të faqes. Dhe këtu është pjesa që duhet ju bëj të ndaleni dhe të mendoni. Ky nuk është një problem i përkohshëm. Kjo nuk është si të mos dish se si funksionon një makinë derisa dikush të hap kapakun. Kjo është më thellë, më shqetësuese,
sepse ne nuk po flasim për detaje teknike. Ne po flasim për substancën fundamentale të realitetit, për përbërësit bazë të gjithçkaje që ekziston. Imagjinoni që ju jeni një peshk që jeton në thellësitë e oqeanit. Ju e dini që jeni të rrëthuar nga uji. Ju e ndjeni presionin e tij. Ju notoni nëpër të. Ju merrni frymë nëpërmjet tij. Por ju nuk e kuptoni çfarë është uji. Ju nuk e dini që ai përbëhet nga hidrogjen dhe oksigjen. Ju nuk e dini që ai ka veti kimike, fizike, që ai mund të ndryshojë gjendje. Për ju, uji është thjesht realiteti, mjedisi, gjëja që është gjithmonë atje. Tani imagjinoni që dikush ju thot, në fakt, uji që ju mendoni se është gjithçka përbën vetëm 5% të mjedisit tuaj. 95% është diçka tjetër, diçka që ju nuk mund ta shihni, nuk mund ta prekni, nuk mund ta detektoni drejt për drejt. Por ajo është atje. Dhe ajo po përcakton gjithçka, se si lvizni, se ku mund të shkoni, çfarë do të ndodhë me ju në të ardhmen. Kjo është situata jonë. Fjalë për fjalë, ne jemi peshq që notojnë në një oqean që nuk e kuptojmë. Dhe çdo herë që mendojmë se po afrohemi me një përgjigje, universi na tregon se sa më shumë nuk e dim. Le të jemi plotësisht të sinqert për një moment. Le të heqim dorë nga gjuha e kujdesshme shkencore dhe të themi atë që çdo fizikan e di, por rrallë e pranon publikisht. Ne nuk kemi asnjë ide se çfarë është materia e errët. Zero. Asnjë. Ne kemi emra për të, WIMP, aksion, neutrino steril, por këto janë thjesht etiketa që i vëm ignorancës son. Janë si të thuash, është magji, dhe pastaj të shpikësh 20 lloje të ndryshme magjie për të dukur shkencor. Për 50 vjet, ne kemi ndërtuar detektor gjithnjë më të ndjeshëm. Kemi shkuar më thellë nën tokë. Kemi ftohur kristale në temperatura afër zeros absolute. Kemi pritur dhe pritur dhe pritur. Dhe materia e errët nuk ka shfaqur asnjë shenjë, asnjë sinjal të qartë, asnjë aha, ja ku është. Dhe energjia e errët, ajo është edhe më e keqe. Të paktën me materien e errët, ne mund të themi, është diçka që ka masë dhe ushtron gravitet. Por energjia e errët, ajo është një forcë që nuk duhet të ekzistojë, që kundërshton çdo intuit fizike, që po shtyp universin të zgjerohet më shpejt edhe pse graviteti duhet ta ngadalsojë. Dhe kur fizikanët përpiqen të llogaritnë sa energji e errët duhet të ketë, kur ata përdorin mekanikën kuantike për të parashikuar vlerën e saj, ata marrin një numër që është gabim me 120 ordina madhësie. 120. Kjo është si të parashikosh që një person peshon 5 kg dhe të zbulosh që ai peshon sa e gjithë galaktika. Është gabimi më i madh në historinë e shkencës. Dhe ne nuk kemi asnjë shpjegim pse. Disa nga ju ndoshta po mendoni, mirë, por shkencëtarët gjithmonë thonë që nuk e dinë gjithçka. Kjo është pjesë e procesit. Ata do ta zgjidhin. Dhe kjo është e vërtetë. Shkenca funksionon duke pranuar ignorancën dhe duke punuar për ta zvogëluar atë. Por këtu është dallimi. Kjo nuk është një detaj i vogël. Kjo nuk është si të mos dish saktësisht sa është masa e elektronit në 10 shifra dhjetore. Kjo është si të mos dish çfarë është elektroni. Nëse 95% e universit është mister, atëherë çdo gjë që ne mendojmë se e dim, çdo ligj fizike, çdo teori, çdo model, është ndërtuar mbi një themel që ne nuk e kuptojmë. Është si të ndërtosh një shtëpi dhe të zbulosh që 95% e saj është bërë nga një material që ti nuk e njeh. Mund të jetë qeliku, mund të jetë kartoni, mund të jetë diçka që nuk ekziston në tabelen periodike. Ti nuk e di, por shtëpia qëndron. Deri tani. Dhe këtu vjen pyetja që duhet të na mbajë zgjuar natën. Çfarë tjetër po na mungon? Nëse ne mund të jemi aq plotësisht, aq spektakularisht gabim për 95% të universit, çfarë na bën të mendojmë që 5% që ne kuptojmë është vërtet e kuptuar? Çfarë na bën të mendojmë që nuk ka shtresa të tjera, dimensione të tjera, fusha të tjera, realitete të tjera, që janë edhe më të fshehura, edhe më të paarritshme? Le të marrim një shembull konkret. Ju e dini që atomet janë kryesisht hapësirë bosh, apo jo?
Bërthama është aq e vogël në krahasim me orbitalet e elektroneve, sa nëse e zmadhoni një atom në madhësinë e një stadiumi futbolli, bërthama do t'ishte sa një kokër gruri në qendër. Pjesa tjetër është çfarë? Hapësirë bosh? Jo, është fusha kuantike. Është një det e valëzimesh të mundësive. Është një strukturë matematikore aq komplekse sa kërkon vite studimi vetëm për të kuptuar ekuacionet që e përshkruajnë. Dhe kjo hapësirë bosh nuk është bosh fare. Ajo është plot me grinca virtuale që shfaqen dhe zhduken në fraksione të sekondës. Ajo ka energji. Ajo ka strukturë. Ajo është në një kuptim të caktuar më reale se sa grimcat që ne mendojmë si të ngurta. Tani imagjinoni që ka shtresa të tjera. Struktura që ne nuk mund t'i detektojmë sepse ato nuk ndërveprojnë me fotonët, ose sepse ato ekzistojnë në frekuenca që instrumentet tona nuk mund t'i kapin, ose sepse ato janë aq fundamentale sa ne jemi duke notuar brenda tyre, pa e kuptuar që ato janë atje, si peshku që nuk e kupton ujin. Kjo nuk është shkencë fantazi, kjo është një mundësi e vërtet që fizikanët e marrin seriozisht. Teoritë e kordave sugjerojnë që mund të ketë 10 ose 11 dimensione, por ne mund të perceptojmë vetëm 4. Teoritë e multiversit sugjerojnë që mund të ketë numër të pafundëm universish, secili me ligjet e veta të fizikës. Teoritë e simulimit sugjerojnë që e gjithë realiteti ynë mund të jetë një program kompjuterik që po ekzekutohet në një substrat që ne nuk mund ta imagjinojmë. Dhe këtu është pjesa që duhet t'ju bëj të ndaleni. Të gjitha këto teori janë përpjekje për të shpjeguar atë që ne tashmë e dim që nuk e kuptojmë. Ato janë përgjigje ndaj faktit që 95% e universit është mister. Por çfarë ndodh nëse ka gjëra që ne nuk e dim që nuk i dim? Çfarë ndodh nëse ka shtresa të realitetit që janë aq përtej perceptimit ton sa ne nuk kemi as pyetjet e duhura për t'i bërë? Kjo është kufiri i vërtet i njohurisë njerëzore. Jo ajo që ne nuk e dim, por ajo që ne nuk mund ta dim. Të paktën jo me mjetet që kemi tani. Dhe ndoshta jo kur. Por, dhe këtu është kthesa, kjo nuk është një arsye për pesimizëm. Kjo është arsyeja pse shkenca është e bukur. Sepse çdo gjenerat ka menduar që ata ishin afër fundit. Në shekullin e 19, fizikanët mendonin që pothuajse gjithçka ishte zbuluar. Mbeteshin vetëm disa re të vogla në horizont, anomali të vogla që do të sqaroheshin shpejt. Një nga ato re ishte fakti që drita dukej se udhëtonte me të njëjtën shpejtësi pavarësisht se sa shpejt lëviznit. Një detaj i vogël, një cudi teknike. Ajo re e vogël u bë relativiteti i kufizuar dhe ai shkatërroi të gjithë fizikën klasike. Ai tregoi që koha nuk është absolute, që hapësira dhe koha janë të lidhura, që masa dhe energjia janë të shkëmbyeshme, që asgjë nuk mund të udhëtojë më shpejt se drita. Ai ndryshoi gjithçka. Dhe pastaj erdhi mekanika kuantike, një re tjetër e vogël. Fakti që atomet emetonin dritë në frekuenca specifike, jo në një spektër të vazhdueshëm. Një detaj i vogël, një cudi teknike. Ajo re e vogël u bë revolucioni më i madh në historinë e fizikës. Ajo tregoi që realiteti në nivelin më fundamental nuk është deterministik, por probabilistik, që grimcat mund të jenë në dy vende në të njëjtën kohë, që akti i vëzhgjimit ndryshon atë që po vëzhgon, që ka një kufizim fundamental për sa shumë mund të dim për një sistem. Dhe tani ne jemi në një pikë të ngjashme. Ne kemi re të reja, materia e errët, energjia e errët, problemi i matjes në mekanikën kuantike, papajtueshmëria midis relativitetit të përgjithshëm dhe mekanikës kuantike. Dhe çdo fizikan i ndershëm do t'ju thotë, ne nuk e dim se çfarë do të dalë nga këto re. Por historia na tregon që ato nuk do të jenë detaje të vogla. Ato do të jenë revolucione. Dhe kjo është arsyeja pse errësira, si ajo e dukshme në qiellin e natës, ashtu edhe ajo e padukshme në strukturën e universit, është aq e rëndësishme. Sepse ajo na kujton se sa pak e dim. Ajo na mban të prullur. Ajo na detyron të pranojmë që universi është më i çuditshëm, më i pasur, më i paimagjinueshëm se sa çdo teori që ne mund të ndërtojmë. Ka një citat të famshëm nga biologu britanik J.B.S. Haldane.
Universi nuk është vetëm më i çuditshëm se sa ne e imagjinojmë. Ai është më i çuditshëm se sa ne mund ta imagjinojmë. Dhe çdo zbulim i ri e konfirmon këtë. Çdo herë që ne mendojmë se kemi kuptuar diçka, universi na tregon një shtres tjetër kompleksiteti. Por këtu është gjëja e mahnitshme. Ne nuk po ndalemi. Ne nuk po dorëzohemi. Ne po vazhdojmë të bëjmë pyetje, të ndërtojmë instrumente, të testojmë teori, sepse kjo është ajo që na bën njerëz. Jo aftësia për të ditur gjithçka, por guximi për të pranuar që nuk e dim dhe pastaj për të vazhduar të kërkojmë. Në këtë moment, në laborator në të gjithë botën, shkencëtar po punojnë në eksperimente që mund të zbulojnë natyrën e materies së errët. Në observator në male të largëta dhe në hapësirë, teleskop po mbledhin dritë nga skajet e universit të dukshëm. Në universitete dhe institute kërkimore, fizikanë po ndërtojnë teori të reja që përpiqen të bashkojnë mekanikën kuantike me gravitetin. Në kompjuter super të fuqishëm, simulime po ekzekutojnë evolucioni e universit nga Big Bang deri sot. Dhe çdo vit ne mësojmë diçka të re. Jo gjithmonë përgjigje, shpesh vetëm pyetje më të mira. Por kjo është përparimi. Kjo është si shkenca funksionon. Jo duke arritur në një të vërtet përfundimtare, por duke afruar gjithnjë më shumë, duke ndërtuar harta gjithnjë më të sakta të një territori që nuk do të përfundojë kurrë, së qeni i panjohur. Dhe errësira, ajo errësirë që Olbers e gjeti aq shqetësuese në vitin 1823, është udhërfesja jonë. Sepse ajo na tregon se ku të shikojmë, ajo na tregon se çfarë nuk e dim, ajo na tregon se ku janë kufijtë e njohurisë son aktuale. Kur ne shikojmë qiellin e natës dhe shohim errësirë, ne nuk po shohim mungesë, ne po shohim mundësi. Çdo pikë zezë është një pyetje që pret përgjigje. Çdo rajon i panjohur është një tokë e re për të eksploruar. Çdo mister është një ftesë për të menduar më thellë, për të parë më qartë, për të kuptuar më mirë. Dhe kjo është arsyeja pse ne vazhdojmë. Pse ne ndërtojmë teleskop gjithnjë më të mëdhenj. Pse ne dërgojmë sonda në skajet e sistemit diellor. Pse ne gërmojmë thellë nën tokë për të gjuajtur grimca që ndoshta nuk ekzistojnë. Pse ne kalojmë jetën tonë duke studiuar fenomene që ndoshta nuk do t'i kuptojmë kurrë plotësisht. Sepse alternativa është të ndalemi, të pranojmë që ka gjëra që ne nuk mund t'i dim, të dorëzohemi para misterit. Dhe kjo nuk është në natyrën tonë. Ne jemi specia që doli nga pemët dhe vendosi të eksploron të savanën, që ndërtoi anije dhe lundroi në oceanet e panjohura, që shikoi yjet dhe vendosi të shkoj atje, që pa errësirën dhe vendosi ta kuptoj atë. Dhe ndoshta, vetëm ndoshta, kjo është pika. Ndoshta qëllimi nuk është të dim gjithçka. Ndoshta qëllimi është të vazhdosh të kërkosh, të vazhdosh të pyesh, të vazhdosh të habitesh. Sepse në fund, çfarë do të ishte një univers ku ne e dinim gjithçka? Ku nuk kishte më mistera për të zgjidhur, më pyetje për të bërë, më horizonte për të eksploruar. Do të ishte një univers i vdekur, i mbaruar, i mbyllur. Por universi ynë nuk është kështu. Ai është i gjallë me mister. Ai është i hapur me mundësi. Ai është i pafundëm në kompleksitetin e tij. Dhe çdo herë që ne mendojmë se po afrohemi me fundin, ai na tregon që ne jemi ende në fillim. Errësira e qiellit të natës, ajo errësirë që dikur ishte një paradoks shkatërrues, tani është një premtim që ka gjithmonë më shumë për të mësuar. Që universi është më i madh, më i vjetër, më i çuditshëm se sa ne mund ta imagjinojmë. Që ne jemi pjesë e diçkaje që e kalon kuptimin ton, dhe që kjo është e bukur, jo e frikshme. Ne jemi qenie të vogla në një planet të vogël që rrotullohet rreth një yli mesatar në periferi të një galaktike të zakonshme në një univers që përmban miliarda galaktika. Ne jemi bërë nga atome që u krijuan në zemrat e yjeve që vdiqen para se dielli të lindë. Ne jemi të përkohshëm. Jetët tona janë një çast në historinë kozmike. Ne jemi të brisht. Një asteroid, një shpërthim diellor, një ndryshim i vogël në klim mund të na zhduk. Por ne jemi gjithashtu diçka e jashtëzakonshme.
Ne jemi universi që po bëhet i vetëdijshëm për vetveten. Ne jemi materia që po mendon për materien. Ne jemi yjet që po studiojnë yjet. Ne jemi errësira që po përpiqet të kuptojë errësirën. Dhe kjo aftësi për të habitur, për të pyetur, për të kërkuar, është ndoshta gjëja më e çuditshme në të gjithë universin. Më e çuditshme se materia e errët, më e çuditshme se energjia e errët, më e çuditshme se Big Bang vet. Sepse në një univers që është kryesisht i ftohtë, i errët, i zbrazët, në një univers ku 95% e përmbajtjes është mister, ka një cep të vogël ku atomet janë organizuar në një mënyrë aq komplekse sa ato mund të mendojnë, ku materia ka bërë sy për të parë, vesh për të dëgjuar, tru për të kuptuar, ku universi ka prodhuar qenie që mund të shikojnë mbrapsht në kohë dhe të shohin lindjen e tij, që mund të lexojnë historinë e shkruar në errësirë. Dhe kjo është arsyeja pse ne vazhdojmë. Jo sepse ne do ta zgjidhim çdo mister, jo sepse ne do ta arrijmë në një të vërtet përfundimtare, por sepse vetë kërkimi, vetë akti i pyetjes, i eksplorimit, i zbulimit, është ajo që na bën atë që jemi. Errësira nuk është armike. Ajo është partneri ynë. Ajo është sfida që na mban të gjallë, të kurreshëm, të angazhuar. Ajo është horizonti që na tërheq përpara. Ajo është premtimi që ka gjithmonë më shumë. Më shumë për të parë, më shumë për të mësuar, më shumë për të kuptuar. Dhe çdo natë, kur dieli perëndon dhe qielli bëhet i zi, ajo errësirë na kujton. Ju jeni pjesë e diçkaje të paimagjinueshme. Ju jeni të lidhur me çdo yll, çdo galaktik, çdo atom në univers. Ju jeni bërë nga pluhur yjesh. Ju jeni fëmijë të kozmosit. Ju jete historia e universit e bërë e vetëdijshme. Dhe kjo errësirë që ju shihni, ajo errësirë që dikur ishte një mister shkatërrues, tani është një dritare. Një dritare drejt së kaluarës, një dritare drejt së ardhmes, një dritare drejt gjithçkaje që ne nuk e dim ende, por që një ditë, ndoshta, ne do ta kuptojmë. Errësira po pret, dhe ne po vazhdojmë të hyjmë në atë, me teleskopët tanë, me ekuacionet tona, me kurreshtjen tonë të pashuar. Sepse kjo është ajo që ne bëjmë. Kjo është ajo që na bën njerëz. Ne shikojmë errësirën dhe ne nuk kthehemi mbrapa. Por le të ndalemi për një moment. Le të kthehemi te pyetja që filloi gjithçka. Pse qielli i natës është i zi? Kjo t'i ngëlon si pyetja më e thjeshtë në botë. Një fëmijë mund ta bëjë, dhe megjithatë, ajo pyetje e thjeshtë na çoi në një udhtim që shkatërroi fizikën klasike, zbuloi lindjen e universit dhe na tregoi që 95% e realitetit është mister. Kjo është fuqia e pyetjeve të thjeshta. Ato nuk kërkojnë njohuri të avancuara, ato kërkojnë vetëm guximin për të mos pranuar atë që duket e qartë, për të parë për të i sipërfaqes, për të pyetur pse kur të gjithë të tjerët thonë se pse është kështu. Olbers pa errësirë dhe pa një kontradiktë, ne sot shohim errësirë dhe shohim një bibliotek, një arkiv, një testament të shkruar me fotone që kanë udhëtuar për miliarda vjet. Por a është kjo përgjigjja përfundimtare? A kemi zgjidhur paradoksin? Jo, ne thjesht e kemi zhvendosur atë. Sepse tani pyetja nuk është pse qielli është i zi. Pyetja është, quote te diet. Pse universi ka një moshë? Pse koha pati një fillim? Çfarë shkaktoi Big Bang? Çfarë kishte përpara tij, nëse përpara ka kuptim? Dhe pse ligjet e fizikës janë saktësisht ato që janë, as më të forta, as më të dobta, në mënyrë që të lejojnë ekzistencën e yjeve, planeteve, jetës, vetëdijes. Kto janë pyetjet e reja, dhe ato janë edhe më të thella se pyetja origjinale e Olbers. Ka një koncept në filozofinë e shkencës që quhet regres i pafundëm. Çdo përgjigje ngre një pyetje të re. Çdo shpjegim kërkon një shpjegim më të thellë. Ju pyesni, pse bie shiu? Përgjigja, sepse avulli i ujit kondenson në re. Por pse kondenson? Sepse temperatura ulet. Por pse ulet? Sepse ajri ngjitet dhe zgjerohet. Por pse ngjitet?
dhe kështu me radhë derisa arrini në ligjet fundamentale të termodinamikës. Por pse këto ligje? Pse jo ligje të tjera? Në një moment, shkenca arrin në një mur. Jo një mur i njohurisë, por një mur i shpjegimit. Ka gjëra që duken fundamentale, që nuk mund të shpjegohen nga diçka më e thellë, sepse nuk ka asgjë më të thellë. Ose të paktën, asgjë që ne mund të aksesojmë me mjetet që kemi. Disa fizikanë thonë që ligjet e natyrës janë thjesht kështu, që ato janë fakte brute të universit, që të pyesësh pse është, si të pyesësh çfarë ka në veri të polit verior, pyetja nuk ka kuptim, sepse nuk ka veri për te i polit verior. Të tjerët thonë që ndoshta ligjet tona janë vetëm një mundësi nga një numër i pafundëm, që në një multivers, një koleksion i pafundëm universish, çdo kombinim i mundshëm i ligjeve ekziston diku. Dhe ne jemi në këtë univers sepse vetëm këtu ligjet lejojnë ekzistencën tonë. Në univers të tjerë, ku graviteti është shumë i fortë ose ku forca elektromagnetike është shumë e dobët, yjet nuk formohen, atomet nuk liven, jeta nuk shfaqet. Dhe prandaj nuk ka askush atje për të bërë pyetje. Kjo quhet parimi antropik, dhe ajo është njëkohësisht thellësisht e kënaqshme dhe thellësisht e pakënaqshme. E kënaqshme sepse shpjegon pse universi duket i projektuar për jetën. Nuk është i projektuar. Ne thjesht nuk mund të ekzistojmë në një univers që nuk e lejon ekzistencën tonë. E pakënaqshme sepse nuk shpjegon asgjë në të vërtetë. Ajo thjesht thot është kështu. Sepse nëse nuk do të ishte kështu, ne nuk do të ishim këtu për ta vërejtur. Por ka një perspektivë tjetër, një që nuk përpiqet të shpjegojë gjithçka, por që pranon që disa pyetje mund të jenë përtej kufive të shkencës. Filozofi gjerman Immanuel Kant e quajti këtë gjëja në vetvete, realiteti siç është, i pavarur nga perceptimi jen. Ai argumentoi që ne nuk mund ta njohim kurrë realitetin në mënyrë absolute. Ne mund të njohim vetëm atë që shqisat tona dhe instrumentet tona na lejojnë të perceptojmë. Dhe ka gjithmonë një hendek midis asaj që ne perceptojmë dhe asaj që është në të vërtetë. Kjo nuk është pesimizëm, kjo është realizëm, sepse nëse ne e pranojmë që ka kufi për atë që ne mund të dimë, atëherë ne mund të fokusohemi në atë që ne mund të dimë. Ne mund të ndërtojmë harta gjithnjë më të mira të territorit të njohur, edhe nëse territori i plot mbetet përtej arritjes sonë. Dhe këtu është gjëja e mahniqme. Edhe brenda këtyre kufive, edhe me vetëm 5% të universit të kuptueshëm, ne kemi zbuduar gjëra të jashtëzakonshme. Ne kemi zbuduar që koha dhe hapësira nuk janë absolute, por relative, që ato mund të përkulen, të zgjaten, të tkurren, që një orë në një fushë gravitacionale të fortë kalon më ngadalë se një orë në hapësirë të lirë. Që nëse ju udhtoni me shpejtësi afër dritës, koha juaj ngadalësohet në krahasim me dikë që qëndron në vend. Ne kemi zbuduar që materia dhe energjia janë të shkëmbyeshme, që një atom i vogël, aq i vogël sa duhen miliarda për të formuar një pikë, përmban energji sa për të shkatërruar një qytet. Që yjet janë furra nukleare që transformojnë hidrogjenin në helium, karbon, oksigjen, hekur, në të gjitha elementet që bëjnë jetën të mundur. Ne kemi zbuduar që jeta nuk është një mrekulli e veçantë, por një pasojë natyrshme e kimisë, që kur ju keni karbon, hidrogjen, oksigjen, azot dhe kohë, shumë kohë, molekulat fillojnë të organizohen në struktura gjithnjë e më komplekse. Që nga kaosi lind rendi, që nga thjeshtësia lind kompleksiteti. Ne kemi zbuduar që truri ynë, ajo mas 3 kilogramësh e indit nervor, përmban rreth 100 miliard neurone, secili i lidhur me mijëra të tjerë, duke krijuar një rrjet me rreth 100 trilion lidhje. Që çdo mendim, çdo kujtesë, çdo emocion është një model i aktivitetit elektrik që rrjedh nëpër këtë rrjet. Që vetë dia, ajo përvojë subjektive e të qenit ju, lind nga kjo aktivitet. Por këtu është misteri. Ne nuk e dim si. Ne mund të hartojmë trurin. Ne mund të shohim cilat rajone aktivizohen kur ju mendoni për një mol ose kur ndjeni dhimbje. Por ne nuk mund të shpjegojmë pse këto modele të aktivitetit ndihen si diçka. Pse ka një kuote
106U, kuote 107 që përjeton këto gjëra. Pse nuk jemi thjesht robot biologjik që përpunojnë informacion pa pasur një përvojë të brendshme? Ky quhet quote. 28 Problemi i vështirë i vetëdijes. Quote 29. Dhe ajo është një nga pyetjet më të thella në shkencë. Sepse çdo gjë tjetër, çdo fenomen fizik, kimik, biologjik, mund të shpjegohet në terma objektive, por vetdia është subjektive. Ajo është përvojë e parë personi, dhe ne nuk kemi një teori që e lidh subjektiven me objektiven. Disa shkencëtarë thonë që vetdia është një iluzion, që nuk ka një ju real, vetëm një koleksion procesesh që krijojnë iluzionin e një vetje të unifikuar. Të tjerët thonë që vetdia është fundamentale, që ajo nuk lind nga materia, por që materia dhe vetdia janë dy aspekte të së njëjtës realitet. Të tjerët thonë që ne thjesht nuk kemi ende mjetet konceptuale për ta kuptuar, që ne kemi nevojë për një revolucion në fizik, në neuroshkencë, në filozofi. Por këtu është lidhja me errësirën. Ashtu si errësira e qiellit të natës na tregoi që universi ka një histori, errësira e brendshme, misteri i vetëdijes, na tregon që ka shtresa të realitetit që shkenca ende nuk i ka prekur. Dhe ndoshta kjo është mësimi përfundimtar. Që universi nuk është vetëm materie dhe energji që lëvizin sipas ligjeve të pandryshueshme, që ka diçka më shumë, diçka që ne e përjetojmë çdo moment, por që nuk mund ta kuptojmë plotësisht. Diçka që e bën një grumbull atomesh të bëhet një qenie që mund të habitur, të dashuroj, të krijoj, të kërkoj kuptim. Kjo nuk është misticizëm. Kjo nuk është një thirrje për të hedhur poshtë shkencën dhe për të kthyer te supersticioni. Kjo është një njohje që shkenca, me gjithë fuqinë e saj, me gjithë sukseset e saj, ka kufi, që ka pyetje që mund të jenë përtej metodës shkencore, që ka aspekte të përvojës njerëzore që nuk mund të reduktohen në ekuacione. Dhe kjo është në rregull, sepse shkenca nuk ka për qëllim të përgjigjet çdo pyetje. Ajo ka për qëllim të përgjigjet pyetjet që mund të testohen, që mund të maten, që mund të verifikohen. Dhe brenda këtij territori, ajo është mjeti më i fuqishëm që njerëzimi ka krijuar ndonjëherë. Por ka territore të tjera. Ka pyetje për kuptimin, për qëllimin, për vlerën që shkenca nuk mund t'i prek. Jo sepse ato janë të pavlefshme, por sepse ato janë të një natyre të ndryshme. Ato kërkojnë mjete të tjera, filozofi, art, letërsi, përvojë të jetuar. Dhe ndoshta, vetëm ndoshta, errësira na mëson këtë, që ka gjëra që ne nuk mund t'i dimë, që ka mistera që do të mbeten mistera, që ka pyetje që nuk kanë përgjigje, ose të paktën, jo përgjigje që ne mund t'i formulojmë me gjuhën dhe konceptet që kemi tani. Por kjo nuk na bën të pafuqishëm. Kjo na bën njerëz. Sepse vetëm një qenie që e di që nuk di, mund të vazhdoj të kërkoj. Vetëm një qenie që pranon kufijtë e saj, mund të përpiqet t'i zgjeroj ato. Vetëm një qenie që shikon errësirën dhe e njeh si errësirë, mund të ndezë një dritë. Le të kthehemi te ajo natë në vitin 1823. Olbers në balkonin e tij duke parë qiellin e zi. Ai pa një paradoks, një kontradikt që kërcënonte të shkatëronte gjithçka që ai besonte për universin. Por ai nuk u largua. Ai nuk tha, kjo është shumë e vështirë, unë do të merrem me diçka tjetër. Ai e formuloi pyetjen. Ai e shkroi atë, ai e bëri publike. Dhe për 150 vjet, ajo pyetje torturoi fizikanët më të mirë në botë. Derisa, ngadalë, cop, përgjigja filloi të marrë formë. Jo një përgjigje e thjeshtë, jo një aha moment, por një rikonstruktim i plot i kuptimit ton për kohën, hapësirën, materien, energjinë. Një revolucion që ndryshoi gjithçka. Dhe tani, ne jemi në një pikë të ngjashme. Ne kemi pyetjet tona, materia e errët, energjia e errët, origjina e universit, natyra e vetdijes. Dhe ne nuk e dim përgjigjet, por ne po vazhdojmë të kërkojmë, sepse kjo është ajo që ne bëjmë. Kjo është trashëgjimia jonë si specie. Ne jemi ata që dolen nga pemët
dhe vendosën të eksploronin, që ndërtuan anije dhe lundrojnë në oqeane të panjohura, që shikuan yjet dhe vendosën të shkojnë atje, që panë errësirën dhe vendosën ta kuptojnë ata. Dhe çdo natë kur dielli perëndon dhe qielli bëhet i zi, ajo errësirë na kujton. Ju jeni pjesë e një historie që filloi 13.8 miliard vjet më parë. Ju jeni bërë nga atome që u krijuan në zemrat e yjeve që vdiqën para se dielli të lindë. Ju jeni universi që po bëhet i vetëdijshëm për vetveten. Dhe kjo errësirë që ju shihni nuk është armike, ajo nuk është mungesë, ajo është prania e gjithçkaje që ne nuk e dim ende. Ajo është horizonti që na tërheq përpara. Ajo është premtimi që ka gjithmonë më shumë. Më shumë për të parë, më shumë për të mësuar, më shumë për të kuptuar. Në këtë moment, ndërsa dëgjoni këto fjalë, fotone që u liruan kur universi kishte vetëm 380.000 vjet, po arrin në tokë. Ato kanë udhëtuar për 13.4 miliard vjet. Ato kanë kaluar në për miliarda vite drite hapësire. Ato kanë parë lindjen e yjeve të parë, formimin e galaktikave të para, evolucioni e strukturës kozmike. Dhe tani, pas këtij udhëtimi të paimagjinueshëm, disa nga këto fotone po godasin teleskopët tanë, po regjistrohen nga detektorët tanë, po analizohen nga kompjuterët tanë, po interpretohen nga trurit tanë. Dhe në atë moment, në atë lidhje midis një fotoni që lindi kur universi ishte foshnjë dhe një truri që evoluoi miliarda vjet më vonë, diçka e jashtëzakonshme ndodh. E kaluara dhe e tashmia takohen. Universi foshnjor dhe universi i pjekur lidhen. Koha vetë mbyllet në një rreth. Kjo është fuqia e errësirës. Ajo nuk na ndan nga universi. Ajo na lidh me te. Çdo pikë e zezë në qiellin e natës është një urë drejt së kaluarës. Çdo rajon i panjohur është një ftesë për të ardhmen. Çdo mister është një dhuratë, sepse pa mistera, pa pyetje, pa errësirë, nuk do të kishte asgjë për të zbuluar. Dhe ndoshta kjo është përgjigja përfundimtare për paradoksin e Olbers. Jo një përgjigje shkencore, ne tashmë e kemi atë, por një përgjigje filozofike. Një përgjigje për pyetjen, çfarë do të thotë të jetosh në një univers ku qielli i natës është i zi? Do të thotë të jetosh në një univers që ka një histori, që pati një fillim, që po evoluon, që nuk është statik, por dinamik, që nuk është i plot, por në proces. Do të thotë të jetosh në një univers ku ka gjëra që ne nuk i dim, ku ka horizonte që ne nuk i kemi arritur, ku ka mistera që ne nuk i kemi zgjidhur. Do të thotë të jetosh në një univers ku ne, që një të vogla në një planet të vogël, mund të shikojmë lart dhe të shohim jo vetëm dritë, por edhe errësirë. Dhe në atë errësirë të lexojmë historinë e gjithçkaje që ka qenë dhe të shohim premtimin e gjithçkaje që mund të jetë. Errësira nuk është fundi, ajo është fillimi, ajo është ftesa, ajo është premtimi. Dhe çdo herë që ju shikoni lart në një natë të kthjellët, çdo herë që ju shihni atë errësirë të thellë të shpuar me pika drite, mbani mend, ju nuk po shikoni mungesë, ju po shikoni mundësi. Ju po shikoni historinë, ju po shikoni të ardhmen, ju po shikoni errësirën. Dhe errësira po ju shikon mbrapsht. Jo me armiqësi, por me ftesë. Jo me përgjigje, por me pyetje. Jo me fund, por me fillim. Sepse në fund, ndoshta pyetjet janë më të rëndësishme se përgjigjet. Ndoshta kërkimi është më i rëndësishëm se destinacioni. Ndoshta errësira, me gjithë misterin e saj, me gjithë panjohjen e saj, është dhurata më e madhe që universi mund të na japë. Sepse ajo na mban të gjallë. Ajo na mban kureshtar. Ajo na mban njerëz. Dhe kjo është arsyeja pse qielli i natës është i zi. Jo sepse universi është i vogël, jo sepse nuk ka hije, por sepse universi ka një histori, sepse ne jemi pjesë e asaj historie, sepse ka gjithmonë më shumë për të zbuluar. Errësira po pret dhe ne
Me teleskopët tanë, me ekuacionet tona, me kurreshtien tonë të pashuar, po vazhdojmë të hyjmë në të. Sepse kjo është ajo që ne bëjmë. Kjo është ajo që na bën njerëz. Ne shikojmë errësirën dhe ne nuk kthehemi mbrapa. Kurrë.